mua më pëlqente qeveria e stabilitetit, që ishte qeveria Bufi. Në krye po që u viqnin 2 profesorë të shquar që ishin edhe miq, vete kishin punuar edhe mbanin mësim në katedrën e ekonomisë në Tiranë, në universitet, edhe Bufi edhe Pashku. Ai ishte zvensk kryeministër, ky kryeministër, po unë e shinja që ata edhe i besojnë njëri tretit, edhe punojnë mirë. Nuk e pëlqente kryesia e PD-së këtë. Filloi njerë nga një presion drejt për drejt tek unë që kur vendosi PD-ja, kryesia, po jo krejt kryesia, shumica ishin kundër, por Saliu, që e prishi këtë koalicion, nuk zgjati asnjë vit se lani. Dhe u shpallën zgjedhjet e dyta. E dinte PD-ja, e dinte Saliu që në zgjedhjet e dyta ata do të fillojnë se çdo gjë shkonte në favor të tyre. Në zgjedhjet e para ishin 5-6 vende kishte më shumë PS-ja. Ishin aty. Po gjatë gjithë, për çdo muaj forcoi dhe çdo gjë shkonte, si thuash, lumi i madh shkonte ande, drejt PD-s. Edhe nuk i durua këtij që ta kryej mandatin. Kjo e stabiliteti që do ishte fat, se po shkonte mirë, pajtoheshin këta. Ai donte që të vijë sa më shpejt të marrë pushtetin. Edhe filloi të bëj presion, thoshte mua hajde në fushat. Unë ndihmova edhe me sugjerimin e Rrugovës, që ne atje jemi aleat me PD-n, ndihmoje. Dhe në këto zgjedhje të dyta, unë porosita nga degët tona të Evropës, sidomos nga Gjermania e Zvicra, të vinë një 35-40 vetura, se këta s'kishin asnjë veturë për të bërë fushat. Pra ti në një sens u vura shërbim të tillë? Natyrisht se ashtu shkonin rrjedha, donin që ata të vinë, tash jo këta që ishin komuniste u bën socialist, edhe pse unë i kisha, edhe pse në këtë kohë dëgjonja atje që jo të gjithë në kryesi, Gavinja, edhe Ibra nuk donte, i